Mario, kjo është shkolla Lev Sallata, një shkollë me shumë histori dhe mjaft e rëndësishme për mësimdhënien e qytetit e Vlorës, edhe me një numër të konsiderueshëm nxënësish, mbi 600. Siç e pat, këtu janë kujtuar më në fund, ditën e djeshme të vendosi një tabelë e cila është pa një fond limit dhe ne nuk dim, por mbi bazën e dokumentacionit që kemi nga buxheti i bashkisë, po të vënë dijeni për shembull që në buxhetin e vitit 2024 parashikohet të investoheshin këtu mbi 1 miliard lekë. Në ndërkohë thuhet që gjatë vitit 2023 janë investuar mbi 877 milion lekë. Këtu për krahasim, unë kam sjellë dhe buxhetin faktik të vitit 2023, siç mund ta shikosh. Këtu janë zërat e investimeve të realizuara nga Bashkia Vlorë, por kjo shkollë, rikonstruksioni të paktën pjesori i saj, nuk figuron në këto shpenzime të kryera. Tani, në buxhetin e vitit 2025, na thuhet që do shpenzohen 212 milion lekë për mobilimin e shkollës. Siç mund të shihet, dashur qytetar, nxënës apo mësues apo prindër, punimet janë në një fazë të atill që ju e shikoni vetë që është e pamundur të përfundohen brenda 3 muajsh, siç thuhet në tabelën informuese. Pra, ky është serioziteti dhe kjo është vlerësimi që ka kjo qeveri dhe kjo bashki për investimet dhe sidomos për investimet në arsim. Ne dim që mësimi këtu është ndërprer në 1 nëntor të vitit 2024, pra nuk mund të ishin kryer punime gjatë vitit 2023, as gjatë vitit 2024 nëse janë kryer vetëm në 2 muajt e fundit. Ky është një mashtrim i hapur, edhe ndoshta ne përfitojmë nga rasti të bëjmë thirrje edhe organeve ligjzbatuese që ta shikojnë këtë investim në qytetin e Vlorës, sepse është një investim që përveç paaftësisë mund të ketë edhe nota korruptive nga mbrapa. Siç e dini, kjo si një shkollë e rëndësishme prej vitesh në qytetin e Vlorës, u mungon edhe prindërve, edhe nxënësve, edhe stafit mësimor dhe jo mësimor, dhe ata janë detyruar të spostohen në shkollën Ismail Qemali dhe të zhvillojnë mësimin pasdite. Me fitoren e Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipëri Madhështore, investimet në arsim do të jetë prioriteti dhe fokusi më i madh te të rinjtë dhe tek arsimi tek ne. Siç tham, spostimi i mbi 600 nxënësve nga kjo shkollë për të zhvilluar mësimin pasdite te shkolla Ismail Qemali ka sjell një çorientim dhe shkatërim të regjimit mësimor të nxënësve vetë, po ashtu ka sjell probleme shumë të mëdha për prindrit e tyre, sepse normalisht midis halleve dhe punëve që kanë, kjo ka krijuar probleme shtesë. Gjithashtu edhe personeli mësimor dhe jo mësimor po e vuan këtë, sepse edhe ata janë prindër vetë. Prandaj, në fund fare, ajo që është më e rëndësishmja, procesi i mësimdhënies dhe i mësimnxënies po vuan shumë nga kjo histori dhe nga ky kalvar.